Jemi rikthyer në studio, po flasim në këtë natë të ndrimit të viteve për këtë fest, pra për ndrimin e viteve, për vitin e ri, për vitin që lan pas, për vitin që po vjen. Genti, kjo nata ose viti i ri, le të themi, është moment gëzimi apo llogaridhënie me veten? Pra ti bën një bilanc, çam ka ndodhur, çam bëra, çam bëra, ç'a duhet bëj? Gjithmonë i bëj bilancet me çka kam arrit gjatë vitit. Për shembull, ky vit e kam pas periudhën shtator, dhjetor, kam mbjell. Ke mbjell? Këtë vit kam mbjell dhe gjithë puna ime del në janar shkurt. Okej, pra vitin tjetër. Se kam tjetër. përveç filmi që bëna në Itali, se nuk e përmenim, por që ta përmen pak. Po, përmendeti patjetër. Se është film për Rajunon. Është film me seri apo vetëm një? Janë 8 seri dhe unë jam te seria 7 dhe 8. Okej. Po do jepet në 4 net, do jepet 2 seri brenda një nate. Kush është aktor tjetër nga këto? Aktor kryesor është Claudio Bizio. Okej. Dhe unë kam rolin gjithkohës me Claudio Bizio. Kështu që jam personazhi, kërkohem në 6 seri dhe ke 7 tjetër zbulohen. Zbulohesh, je një mafioz, je një tip shqiptar i mafioz. Vrasë se killer, Killer fare, bo. Serial killer. Edhe regjizor është Renato De Maria. Filmi jepet të Rajunës, është produksioni është Pikomedia. Dhe ka qenë një nga eksperiencat më të bukura të jetës time, pa diskutim, sepse kisha kohë pa bërë film në Itali, se më ka bërë 6 filma në Itali. Edhe ku 2 nga filmat, një ka fitu Miglior Opera Prima a Venecia, Sajmir, që ka qenë dhe Gjevdet Feri, se u bërë për afmet në aktori ynë, që të qojmë në komet. Dhe kurse filmi tjetër, me të njëjtin regjisor Francesco Musin, ishte për Davide Di Donatello, Leani Menere. Shpirtrat e zi. Po. Edhe ky tani do dalit në Rajuno, plus i kam një gjë tjetër në shkurt. Po me tani? Sigur na u hap rruga Italisë. U hap çik rruga. Po, sigur na u hap, po jo, sepse ja, këtu i bëjmë cilë për shembull edhe shtetit tonë shqiptar, siç bën këto marrëveshjet. Me Italinë, po, që firmosin në shkretësa marrëveshje. Me Italinë që punën e aktorëve, sepse ka dhe aktorë tjerë që kanë shku dhe kanë pas të njëjtat probleme. Çështje letrash, pra, ajo që shpjegove në fillim. Ti fiton rolin dhe kur ti fiton një rol, nuk është se kalon, ti kalon ke rolin 1-2. Ato janë 2.000 veta, 3.000 veta që konkurrojnë dhe ti e fiton rolin dhe nuk e bën dot për 4 ditë, për 5 ditë që nuk bën dot letrat. Tash ti bie. E vërtet. Se unë agjencinë e kam në Rom, biles këtë vit më kanë kërku një fotografi të reja dhe që ka mundësi të ndroj dhe emrin tim të artit, po flasim, ka mundësi të ndroj, sepse... Mos ta kesh më Gent Azizi? Si ta kesh? Po ju bre, ti emër arti mund të vesh adush, po... Si që vejnë gjithë. Artive, nuk e di, po e mendoj. E ke mendu? Po e mendoj. Mirë, pra ti thua që ke mbjell këtë vit, 2025... Jo, mëse unë e kam Genti Azizi, për shumë. Mund tjetë Gent Azizi, mund tjetë... Ti lunë me... Luan që t'jesh më ndërkombëtar, po thua, t'jesh më i thjeshtë edhe për ata, po pse? Pse do ta bësh? Luan me gërmat, luan me pozicioni. Po prap një ai. Është një fillim i ri. Ziza. Po s'ka rëndësi. Po prap një ai, domethënë ke bërë me bukur shumë. Emër i lirë. Po jo, po ti atë, ne funksionojmë me agjenci atje. Ti nuk është ai lexon emrin tënd, ai lexon emrin tënd të artit dhe lexon emrin tënd, sigurisht. Po ti kur ke një emër se personazhet, atë, personazhet unë jam italisht folës. Po. Ne flas mirë italisht. Po dhe kjo të ndihmon, po patjetër. Dhe ti sigurisht kur shkon ke agjencia, ty të kërkojnë vetëm për role shqiptari, serbi, malazez, rubun. Po, këto të pellgu. Dhe ti gjithmonë je bon vetëm to lloj rolesh, kupton, trafikantin, ku dëgjon, ai që bën jetën e vështirë po flasim, jetën kurse duke qenë italian folës, ti mund të futesh dhe ti do bësh një rol tjetër, po pa diskutim. Po sigurisht, sepse ti ke arbreshët që janë qenë në vitin 1450. Dhe ti sigurisht që ti mund dhe të shqyqyr zoti që tani po dalin shumë edhe po në arbreshët po ngrenë, po ringrenë dhe i herë dhe po pranohet çdo gjë që kemi qenë shqiptarët ato që kanë bo shumë gjona dhe kanë imu Italinë, faktikisht ne kemi imu Italinë, edhe me 30.000 vetat ushtarët që netën në Shqipëri, pavarësisht se në 1120-ën i çuman dhe nga i çumë. Po, në luftën e dytë botërore 30.000 italianë netën në Shqipëri. Kështu që kur ikëm refugjat, në 20.000 ikëm refugjat. Edhe ushtarët italianë, edhe ushtarët italianë... Mbajnë mund të zullume to, Genti, prandaj. I trajtuan si të tyre. Si të shpismo. Edhe ushtarët italianë. Unë bëj shaka, për shumë ditë e sot, me që them kampi i Gjadrit që është ndërtuar, po pritet se ne shkum 30.000... 6 po